Policia e Kosovës ka njoftuar këndvështron se e ka kapur Hajnin që vithe Xhamit. Policia ka treguar se personi që është arrestuar ditën e djeshme, vitin e kaluar kishte vjedhur 3 xhami në komunën e Lipjanit. Në njoftimin e policisë është thënë se i dyshuari, pas intervistimit me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje fush Magure, Banull, Krojmir, Lipjan. Vjedhjet ndodhura në periudhën korrik dhjetor 2024. Më 7 mars të këtij viti është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar në ndyshimin se i njëjti gjatë intervalit kohor të lartësaj kur kishte kryer vjedhje në 3 xhami në lokacione të ndryshme. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, është thënë në njoftimin e policisë.